Fiorella, ndërkohë gjatë takimit që pati sot të organizuar me gratë e Partisë Socialiste, një takim, një përpjekje për të zhvilluar një komunikim edhe virtual me të gjitha qarqet, i cili nuk funksionoi ashtu siç duhet, por të ndalemi tek mesazhi kryesor që kryeministri dha gjatë këtij takimi, i cili bëri, le të themi, nëse mund ta quajmë edhe një njoftim surprizë, por për pak vite më vonë. Duhet themi për 90 minuta, zotja Rama mblodhi gratë për t'i falendëruar për shkak të mbështetjes sipas sondazheve të Partisë Socialiste, që të cilat janë rreth 56% e listës së zgjedhur, të cilat mbështesin Partinë Socialiste, për t'i falendëruar, një testë që dështoi për të lidhur dhe me shargjet e tjera për shkak të problemeve teknike, dhe për këtë arsye 90 minuta gratë e Tiranës të kësaj force politike dëgjuan kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, ku lajmëroi që në 2030-ën ai do jetë sërish, do vi sërish, do shkojë sërish tek Partia Socialiste, por jo për të qenë vetë si kryeministër apo kandidat për kryeministër në 2030-ën, por për të mbështetur një grua që sipas tij do të jetë nga Partia Socialiste, të cili do qeverisë vendin, por kjo mbetet për të parë deri në 2030-ën si do shkojë gjithë ngjarja. Për sa i përket mesazhit që ditën e sotme dha, nuk ishte asnjë surprizë nga ato çfarë kemi parë deri ditën e sotme nga ana e kryeministrit Rama, përveç se mbështetjes së grave për të patur dhe për të shtuar dhe numrat e tyre, por nga ana tjetër tha që kemi një kryetare parlamenti grua dhe më pas pritet që të kemi edhe një kryeministër grua në 2030-ën, dhe nga ana tjetër nuk la, duhet themi, edhe pa përmendur edhe kundërshtarin e tij politik të drejtë për drejtë, zotin Sali Berisha, për të cilin nuk mori shumë minuta, duhet të themi, për të cilin ka planifikuar apo shikon në të ardhmen deri në 11 maj disfatën më të madhe të Partisë Demokratike që nga koha e vitit 1997